Parashikimi i ditës së diel. 30 nëntor. E diela e 30 nëntorit sjell një energji që kërkon qartësi, pushim dhe vendime të vogla që ndikojnë shumë. Disa prej jush do të ndjejnë nevojën për qetësi dhe izolim, të tjerë një lëvizje të papritur që ndryshon planin e ditës. Energjitë janë të buta, por të thella, duke sjellë kujtime, frymëzim dhe një ftesë për të parë ndjenjat me sy më të vërtetë. Nesër nuk është thjesht një ditë pushimi, është një thirrje për të parë çfarë ke lënë pezull, çfarë kërkon zemra jote dhe çfarë të thotë intuita. Universi po i flet çdo shenjë ndryshe dhe mesazhet janë të forta. Dashi. Dita sjell tek dashi një frymë që të nxit të marrësh kontrollin e ritmit tënd. Mund të ndjesh dëshirë për të rishikuar disa gjëra që i ke lënë pezull gjatë javës, duke përfshirë plane, biseda dhe marrëdhënie që kërkojnë qartësi. Në familje, një situatë e vogël mund të kërkojë durim, por nëse zgjedh fjalët me kujdes shmang tensionin. Në dashuri, energjia nxjerr në pa dëshirën për sinqeritet, nuk të pëlqejnë gjërat e paqarta, ndaj mund të kërkosh sqarime të rëndësishme. Beqarët shfaqin karizëm dhe dikush i vëren më shumë se zakonisht. Financat janë në terren të qëndrueshëm, por mos u tërhiq nga shpenzimet impulsive. Intuita sot të udhëheq drejt vendimeve të vogla që sjellin lehtësim të madh. Demi. E diela tek demi ndjehet si një nevojë për qetësi dhe për të rigjetur energjinë e brendshme. Mund të duket sikur njerëzit rreth teje kërkojnë shumë, ndërsa ti kërkon thjesht stabilitet dhe hapësirë. Në marrëdhënie, dita sjell mundësinë për të folur butë dhe për të kthyer harmoninë nëse ka patur mosmarrëveshje. Në punë, edhe pse nuk ke detyrime, mund të vijë një ide e re që të ngrohë shpirtin. Beqarët ndihen më tërheqës dhe mund të tërheqin ditë me energji të butë. Financat mbeten mirë, por universi të fton të mos shpenzosh për gjëra që nuk të japin vlerë. Dita është ideale për të renditur mendimet dhe për të kujdesur trupin dhe shpirtin tënd. Binjakët. Lëvizjet e ditës i sjellin binjakëve një ritëm më të shpejtë se zakonisht për një të diel. Mund të marrësh disa mesazhe, ftesa ose ide njëra pas tjetrës dhe kjo të mbush me energji pozitive. Në dashuri, komunikimi rrjedh natyrshëm, por është mirë të shmangësh debatet e kota, sepse një fjalë e tepërt mund të sjellë keqkuptime. Beqarët ndihen magnetik dhe dikush mund të shkruajë papritur. Në punë, mund të lindë një frymëzim që lidhet me projektet e ardhshme. Financat kërkojnë organizim, sidomos nëse ke disa pagesa të vogla të mbetura. Sot universi të fton të lëvizësh, të shoqërohesh dhe të ndash energji pozitive, sepse ajo të kthehet mbrapsht shumë fish. Gaforja. Një valë e butë emocionesh prek gaforen në këtë të diel, duke sjellë reflektime të thella mbi marrëdhëniet dhe të kaluarën. Mund të shfaqet një ndjenjë nostalgjie, por është një hap drejt qartësisë. Në dashuri, dita sjell dëshirën për afërsi dhe për të ndjerë se dikush të kupton vërtet. Partneri mund të kërkojë bisedë të qetë. Beqarët mund të afrohen me dikë që ngroh zemrën. Në familje, sjellja jote e butë i qetëson të tjerët. Në punë, edhe pse nuk është ditë pune, mund të vijë një mendim i artë për një ide të re. Financat kërkojnë kujdes në blerjet emocionale. Sot universi të thotë të mbash pranë njerëzit që të japin dritë, jo ata që të marrin pa mas. Luani. Dita i sjell luanit dëshirën për të ndjerë i vlerësuar dhe i parë. Mund të vijë një ftesë, një bisedë e bukur ose një moment që të ngre humorin. Në dashuri, shfaqet dëshira për pasion dhe afërsi të sinqertë, por rëndësi ka të mos presësh gjithçka vetëm nga tjetri, edhe ti je burim drite. Beqarët rrezatojnë energji të fortë dhe tërheqin sy kudo. Në punë, një ide e re mund të hapë një rrugë të rëndësishme javën që vjen. Financat janë në nivel stabil, por mos e tepër me shpenzimet e kota të fundjavës. Sot universi të thotë, vlera jote nuk varet nga reagimet e të tjerëve, por nga drita që mban brenda. Virgjëresha. Energjia e së dielës kërkon tek virgjëresha qetësi mendore dhe organizim të brendshëm. Mund të ndjesh nevojën për të pastruar hapësirën, për të bërë listat e javës apo për të sistemuar detajet që ke lënë pas dore. Në dashuri, mund të kesh një moment të bukur qartësie me partnerin, nëse vendos të flasësh pa kritikuar veten apo tjetrin. Beqarët ndihen më të rezervuar, por kjo i mbron nga zgjedhjet e nxituara. Në punë, mund të vijë një ide për një organizim të ri që do ta lehtësojë javën që vjen.
Financat janë të qëndrueshme, por vëmendja ndaj detajeve sot të shpëton nga harresat. Sot universi të fton të gjesh ekuilibrin midis pushimit dhe përgatitjes. Peshorja. Energjia e kësaj të diele i vë peshoren mes reflektimit dhe dëshirës për harmoni. Mund të gjendesh mes dy zgjedhjeve ose të kërkosh qetësi pas javës së lodhshme. Në dashuri, dita sjell një mundësi të bukur komunikimi. Një bisedë e sinqert mund t'ju afrojnë më shumë se sa mendon. Beqarët tërhiqen nga njerëz me energji të butë dhe të balancuar. Në punë, edhe pse nuk është ditë pune, mendja jote punon në sfond për projektet e ardhshme. Financat janë të qeta, por mos e tepër me shpenzime luksi. Sot universi të thotë, paqja e vërtet vjen kur nuk shqetëson veten për t'i kënaqur të tjerët. Akrepi. Energjia e së dielës tek akrepi ngrihet nga brenda si një val e thellë qartësie. Mund të zbulosh një të vërtetë që e ke ndjer prej ditësh, por sot del plotësisht në sipërfaqe. Në dashuri, shfaqet dëshira për sinqeritet dhe intensitet. Ndjenjat janë të forta dhe kërkojnë drejtim. Beqarët mund të ndihen tërhequr nga dikush magnetik. Në punë, intuita është më e fortë se logjika, dëgjoja. Financat kërkojnë kujdes me njerëz që nuk janë shumë të qartë në qëllimet e tyre. Sot universi të thotë, prano atë që del në dritë, edhe nëse të trondit pak, sepse qartësia është bekimi yt më i madh. Shigjetari. Shigjetari nesër kërkon liri, hapësirë dhe frymëmarrje shpirtërore. Mund të vijë dëshira për të ndryshuar diçka në rutinë ose për të thyer një rregull që të mban pas. Në dashuri, sinqeriteti është qelësi, por mos e ngatëro me impulsivitet. Beqarët rrezatojnë energji të fortë dhe mund të marrin një mesazh të këndshëm. Në punë, edhe pse nuk ka detyra, një ide e papritur mund të hapë një mundësi për javën tjetër. Financat janë të qeta, por shmang shpenzimet vetëm për argëtim të momentit. Sot universi të thotë, ndiqe rrugën që të ngre shpirtin, jo atë që të largon nga vetja. Bricjapi. Dita e së dielës sjell një moment reflektimi tek bricjapi. Mund të analizosh objektivat, marrëdhëniet dhe mënyrën se si ke përdorur energjinë këtë javë. Në dashuri kërkon qartësi, stabilitet dhe sinqeritet, çdo gjë tjetër të duket e kollë. Në punë, edhe pse nuk e detyra, mendja të shkon drejt planeve serioze. Beqarët janë më të rezervuar, por kjo i mbron nga gabimet emocionale. Financat janë të qeta, por sot është një ditë e mirë për të planifikuar shpenzimet e muajit të ardhshëm. Sot universi të thotë, vlerëso rrugën tënde dhe jepi vetes pushimin që meriton. Ujori. Ujori nesër kërkon frymëzim dhe mënyra të reja për t'u shprehur. Dita sjell energji kreative dhe dëshirë për të bërë diçka ndryshe. Në dashuri, kërkon hapësirë dhe sinqeritet, çdo gjë që të kufizon sot të rëndon. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush i veçantë. Në punë, një ide kreative mund të lindë papritur dhe të frymëzojë për projektet e ardhshme. Financat kërkojnë organizim, sidomos nëse ke disa shpenzime të vogla që janë mbledhur. Sot universi të thotë, origjinaliteti yt është dhurata jote, mos e zbe për askënd. Peshqit. Energjia e së dielës tek peshqit sjell intuit të fortë dhe emocione të thella. Mund të marrësh një shenjë përmes ëndrave, një kujtim mund të rikthehet ose një ndjesi e brendshme të udhëheq drejt qartësisë. Në dashuri kërkon thellësi dhe një lidhje që të ushqen shpirtin. Beqarët janë tërheqës dhe mund të takojnë ditë me energji të butë dhe shpirtërore. Në punë, intuita të orienton drejt planeve të javës që vjen. Financat kërkojnë tokëzim dhe planifikim. Sot universi të thotë, dëgjoje zemrën sepse nuk ka gabuar asnjëherë. Nëse mesazhet e së dielës të prekën, mos i lër të zhduken. Shkruaj në komente. E pranoj energjinë e së dielës dhe lëre universin të hap udhëzimin tënd. Mos harro të bësh like, të abonohesh dhe ta shpërndash këtë video me dikë që ka nevojë për këtë dritë.